Në emisionin e mbrëmshëm Debate 21 duke analizuar rezultatet e balotazhit të 2 nëntorit, Arben Ziberi nga AKI tha se në këto zgjedhje BDI ka pasur kundër të gjithë aparatin shtetëror. Megjithatë, sipas tij, BDI si në të gjitha zgjedhjet edhe tani nuk njeh humbje. Koalicionet jo parimore, pushteti, frika, kërcënimet, blerja e votave, gjithë këto kanë ndikuar që ne t'i humbim kryetar të komunave, mirë po jo zgjedhjet, pasi që prej nga themelimi dhe duhet jemi korrekt, deri më sot BDI nuk ka humbur asnjë palë zgjedhje, qofshin ato lokale, parlamentare ose presidenciale. Mirë po më herët nuk i keni humbur as edhe komunat. Mirë po nuk i kemi humbur, po tash duhet ta shohim realitetin me sy se ku ndodhemi ne. Gjithë lufta u bë, ju kujtohet që nga viti i kaluar në zgjedhjet parlamentare, nga VMRO DPMN për ta dërguar me çdo kusht në opozit BDI-n. Një gjë e tillë u kundërshtua nga Latif Arifi nga Vlen, sipas tij numrat e këtyre zgjedhjeve fituese nxjerrin Vlenin. Tregom te cila komunë keni festuar. Normal, ai që fiton edhe feston. Do të thënë nuk keni fituar vetëm në Likov, në Plasnic, ku nuk ka shqiptar, është një etnitet e tjera, në Çashk është fitore jo vetëm e AKI-s, po është meritore edhe Vleni, për shkak se ne nuk kemi nxjerrur kandidat që të fitojë një kandidat shqiptar. Temë tjetër, kur jemi te numrat, numra për kryetar komunash në nivel shteti janë 94.324 që ka fitu Vleni dhe 92.529 që ka fituar AKI, që i bie diku rreth 2.000 numra janë më pak. Për shkak se ju e llogaritni edhe Çashkën, ku ne nuk kemi nxjerrur kandidat, ku ka pas mbi 2.000 vota, llogaritni Butelin. Analisti Besim Hoda vlerësoi se shqiptarët duhet të kërkojnë rikthimin e preambulës së 2003-s, me çka siç shtoi Gjua Shqipe do të ishte zyrtare. Në këtë zgjedhje realisht çau u dëshmua tjetër? U dëshmua që kombi ose popullata shqiptare në Maqedoni e kuptoi fshehjen që po bëjnë individ caktuar mbas asetit kombëtar siç ishte SHK-ja brenda 22 vjetëve dhe e mbështetën qeverinë. Të treguan që në qoftë se ju luftoni për poste për vete, do e bëjmë edhe ne në njëjtën gjë. Profesori Murat Aliu thot se në momentin që një parti qëndron më shumë se 8 apo 10 vjet, një pushtet degenerohet dhe korruptohet. 20 vjet janë shumë në pushtet. Pra unë jam vetë politolog, merrem me teoritë politike dhe ne studentëve paktën unë kur a shpjegoj këtë gjë, a shpjegoj që teoria thotë që maksimum prej 8 deri në 10 vjet. Në momentin që i kalon 8 apo 10 vjet, pra një pushtet domosdoshmërisht degenerohet, korruptohet, e kështu me radhë. Arben Ziberi nga AKI njoftoi se në kongresin e ardhshëm të BDI-s pritet të ndodhin reforma të shumta në parti, duke sjellë kuadro të reja. Nga ana tjetër, Latif Arifi nga Vlen bëri të ditur se së shpejti Vlen pritet të bëhet një parti politike, për të cilën, siç tha ai, janë dakord të gjithë liderët e Vlenit.